Rruga ka qenë shumë e gjatë, mu deshën 40 vjetë për të rigjetur vetveten, sepse vërtet ndoqja studimet në shkencë ndërkombëtare diplomatike, por nuk e gjejta vetveten. Shkova në punë në një klinikë dentare, edhe atje më mungonte diçka dhe shkrimet më dhanë vullën përfundimtare ku gjej vetveten, ku shoh vetveten. Dhe kjo është falë momentit kur unë u bra nën, në momentin që linda çunin, sot ka 12 vjetë, kuptova që shkrimet janë pasqyrimi i shpirtit tim, aty ku unë e gjej vetveten. Dhe ka qenë pikërisht ai momenti kur gjiri mbushet me qumësht. Unë mbushesha me shkrime brenda vetes, por nuk e kuptoja dhe mu desh në disa vite për të kuptuar sepse çfarë ndodhte brenda meje. Unë edhe qumshin që i jepja birit, ja jepja me lot në sy, sepse mendimet që më vinin, që ishin shkrime, por unë nuk e kuptoja, më emociononin. Derisa arriti një moment ku unë duhet t'i derdhja në karta, në letra, pasi dhimbjet e kokës fillonin të bëheshin të dukshme ditë e natë dhe nga momenti që unë hedh mbi flet mendimet e mia, çdo gjë çlirohet dhe unë mund të flej gjumë.